Dhimbjen shndroje në dashuri. Ka njerëz të cilët problemet edhe vështirësitë e jetës i shndrojnë në urrëtie dhe mllef, duke u anxhirë jetën atyre. Ndërkohë ka të tjerë që problemet edhe hallet e tyre i shndrojnë në faktor lumturie dhe gëzimi për të tjerët. Po si mund ta shndroj problemin tim në faktor për lumturinë e të tjerëve? Le të shohim historinë e personazhit ton të radhës. Ai është një fëmijë që ka lindur në vitin 1809. Në një fshat të vogël, 400 milje larg Parisit në Francë. Ai është 4 vjeç, edhe ka 2 sy të bukur. I ati punon në një punishte të vogël, në të cilën merret me qepjen dhe riparimin e shalve të kuajve. Për qepjen e tyre, ai përdorte gjilpëra të mëdha për shkak të lëkurës së trash. Fëmia 4 vjeçar, ndërkohë që i ati është i zhytur në punën e tij, ka marrë një gjilpër të madhe dhe duke përdorur çekiçin, po orvate ta ngul në një lëkurë të trash. Teksa godiste gjilpërën, në një moment ajo thyet dhe gjysma e saj i ngulet në syrin e majt. Syri infektohet dhe ai e humbet shikimin në syrin e majt. Një vit më vonë, i infektohet. Të studiojë në atë mënyrë ishte një lodhje raskapitse. Kur mbushi moshën 20 vjeçare, ai u emërua mësues në institut. Një ditë, atij i lindi një ide. Duhet të bëj diçka për të verbrit, që të mos lodhen dhe vuajnë kaq shumë për të mësuar. Me një gjilpër, ai filloi të bëj vrima në një letër, të cilat simbolizonin shkronjat. Me 12 vrima, ai përmblodhi të gjithë shkronjat. Këtë metodë leximi dhe shkrimi, ai filloi ta përdor edhe në institut. Mandej përktheu edhe një libër, duke përdorur shpikjen e tij. Personi për të cilin flasim është Louis Braille, i cili shpiku metodën Braille të leximit për të verbrit. Tashmë metoda e leximit Braille është metoda më e përhapur mes të verbërve në mbar botën. Për shpikjen e tij, ai përdori një gjilpër të madhe, të ngjashme me gjilpërën nga e cila humbi shikimin shumë vite më parë. Burimin e tij të dhimbjes edhe të vuajtjes, ai e shndroi në burim të suksesit dhe lehtësimit të jetës të shumë personave të tjerë të verbër. Qeveria franceze ja njohu shpikjen Louisit edhe përhapi në mbar botën. Vet Louis që shprehur aso kohë. Kam qartë 3 herë në jetën time. Ditën që humba shikimin, ditën kur shpika metodën e re të leximit, edhe po qaj sot me rastin e përhapjes së shpikjes time. Louis Braille vdiq në moshën 43 vjeçare, ndërkohë që shpikja e tij vazhdon e pulson jetë, duke u falur jetë dhe gëzim mbi 20 milion të verbërve në mbar botën. Ka njerëz që dhimbjen e shndrojnë në urrëtie për t'i bërë të tjerë të vuajnë. Ka të tjerë që dhimbjen e shndrojnë në dashuri për t'i lumturuar ata.